Mirëmëngjes, gëzuar një prillin. Kujdes gjarë Kujdes qeni, o po Merimaga, këto ishin gënjeshtrat, mbaj mend kur kemi qenë fëmijë. Që na gënjenin, i gënjenim, thurnim gënjeshtra të ndryshme. Si për të vënë në duke që është një prilli edhe e gënjeva, bëra një reng etj. etj. Por nuk e thash kot këtë mesazh sepse në telefonin tim ky mesazh më erdhi nga një motivues që e kemi shumë xhan të gjithë edhe është një motivues fantastik për të zhvilluar, transformuar jetën e gjithë secili dhe për të ecur përpara, për të mos u marrë me kështu gjëra të vogla. Shifeni se çfarë na shkruan Eglent Bici në mesazhin ton. Pikërisht, kujdesta, ose të kafshoj gjarë pri ose qeni, Merimaga, si këto ishin gënjeshtat që ne bënim kur ishim të vegjël në ditën e gënjeshtarëve. Besoj se nuk e keni haruar. E po cila është gënjeshtra më e bukur që ke bërë ose që të kam bërë, a e mban mend? E përgjigja me veçantë do të ketë një surprizë, siç janë këto statuset e ndryshme që bëhen dhe shkruhen për datën 1 prill. Të uroj një super muaj, plot energji, mirësi, shëndet, udhëtime dhe eksperienca të bukura. Është detyra jonë që të kontribuojmë për një shoqëri më të mirë dhe ta bëjmë vendin dhe komunitetin tonë më të mirë se na e kanë lënë paraardhësit tanë. Me shumë gjasa këtë muaj do të përpiqen të na gënjejnë, por nëse gënjehemi apo jo, kjo varet vetëm nga ne. Edhe ti pjesë e medias, përpiqu të gënjesh sa më pak. Lulet po çeli dhe natyra po gëlon, prandaj le të vendosim ta shijojmë atë në këtë muaj të ri. Mbaj mend që të gjithë dhe gjithmonë duan të na shesin gjithçka, diçka. Vendimin nëse e blejmë apo jo, e kemi vetë ne në dorë. Të uroj dhe ju urojmë një super muaj, gëzuar, një muaj të ri, jo një prillin ditën e gënjeshtrave. Le të lëmë shakat me njan, sot në këtë ditë të fillimit të muajit, do të ndalemi tek një problematik, e cila nuk është shaka, nuk është reng e 1 prillit, edhe pse nesër është dita botërore e autizmit, do të ndalemi tek shenjat e para me një specialist i cili do të na tregojë se si prindrit duhet të jenë të vëmendshëm, edukatorët të përgjegjshëm, të vëmendshëm gjithashtu edhe specialistët e kujdesit shëndetësor për të dalluar shenjat e para të autizmit tek fëmijët, numri i cili është në rritje, çfarë duhet bërë dhe si duhet të veprojmë ne si shoqëri për t'i bërë këta fëmijë po edhe të rritur autik të ndihen të pranuar në rrethin komunitetin ku ne jetojmë. Telefonatat tuaja do të jenë në të gjithë këtë pjesë për t'ju mirëpritur, padyshim, edhe për të bërë pyetjen tuaj logopedit Spiro Saqellari. E keni kërkuar shumë, ja po e sjellim sot. Ndërkohë, në pjesën tjetër do të kemi një bisedë shumë interesante me 3 zonja të cilat vijnë nga Kosova. Ato kanë një karrierë të ngritur në fushën ekonomike, por së bashku i ka bërë një libër. Kokurorash kanë rrëfyer në një libër kohën kur ato dashuronin në kohën e luftës, në kohën e trazirave në Kosovë, padyshim ato gjetën forcën për të dashuruar mes sakrificave, sfidave, mungesave të shpresave që i solli gjithë kjo periudhë. Do të na rrëfejmë bukur detaje të veçanta dhe specifike të kohës ku ato dashuronin edhe si e mbijetuan dashurinë e tyre dhe si e shpëtuan deri në ditët e sotme ku kanë krijuar familje të shëndetshme. Tani është momenti i kuzhinës, le të shkojmë tek Albana. Mirëmëngjes, mirë se të gjeta në kuzhinë. Mirëmëngjes. Si të kam sot? Muaj të mbar. Muaj të mbar. E ke nisur me energji muajin? Po patjetër. Me pozitivitet? Mirë. Me recetat mira të shijshme? Patjetër, me pozitivitet duke ja bërë një qefin vetes. Dhe vazhdon atë traditën ti, çdo fillim muaji blen nga një gjë të re për veten Albana. Patjetër që po. Tani të reja të vjetra, rëndësi ka që ti të ndihesh mirë. Dhe unë ndihem mirë. Kjo ka rëndësi, kjo ka shumë rëndësi. Ndihem mirë, nuk e di. Kam një recetë shumë të këndshme, shumë të këndshme kam. Por dje po lexoja diçka dje me po kam nga ndonjëherë ajo e historisë. Jo mos jam një leximtare e madhe, absolutisht jo, po më kam nga ndonjëherë. Edhe po lexoja për mbretëreshën Teut. Që është mbretëresha e parë, bashkëshortja e Agronit, ndër fyset e para ilire që ishin Adrianët. Edhe kjo ishte mbretëresha që u hodh nga shkëmbi. Pra është simbol i lirisë.
E mos siç ka Amerika të statuin e lirisë, ne kemi mbretëreshën Teut. Edhe thash, si mund ta shkëmbej unë Teutën? Në diçka në profesionin tim. Që ta kesh prezent çdo ditë. Po ta kem prezent. E do thoni, Emi Albanat ka hyjtja në qef tash i dashk edhe mbretëreshën Teut. Po jo, nuk më ka hyrë në qef. Thjesht, un kam atë, mua më ka hyrë në qef ajo shija e shkret, që këtë nuk e lë rehatja, vetëm dua të ha. Po kjo nuk është shakamuj, po kjo është e vërtet. Është e vërtet, sepse Teuta është në partneritetin ton, bashkëpunimin me Reze Dielli, po mbretëresha në treg është realisht. Prej më shumë se 30 vitesh, Teuta zotëron tregun me produktet e shportës, duke na sjell importuar, paketuar, shpërndar të gjitha produktet, mbi 1000 produkte që ne konsumojmë në të përditshmen tonë, ndaj nuk ishte një reng, është një shahadi që duket shumë e mirë për të qenë e vërtet, po është tashmë nuk e dim kush do ta nisi mëngjesin këtu në report, Teuta apo Reze, do t'i ndajmë këto gjërat aq shumë do të jemi të lidhur, sepse është tryeza e të gjithë shqiptarëve. Tryeza do të jetë plot e përplot në mëngjeset tona, ndaj bashkë me produktet nga Teuta, do të kemi mundësi të gatojmë dhe sjellim variante nga më të ndryshmet të recetave, të shëndetshme, të shijshme dhe të larmishme, sepse këtë e kemi patjetër në prioritetin ton të gatimit. Kështu që avash do të zbulojmë shumë sekrete në kuzhinë, do të kemi mundësi që të servirim receta që ndoshta mund t'i keni pasur ndërmend, por nuk keni ditur ndoshta t'i kombinoni produktet e duhura, se kjo është shumë e rëndësishme, kur ne themi futim një element të ri apo një element tjetër, gjithmonë duke zbatuar atë tabanin ton të traditës. Ose mbase kanë ditur produktet, po nuk kanë ditur çfarë të marrin. Është edhe kjo. Po, e vërtetë është. Unë di që Teuta sjell markat më të mira që janë ajka e produkteve italiane, për shembull nëse ndalemi te orizi Scott apo tek makaronat Garofalo, të cilat kanë një specifika, apo tek Ponti, Teusulla dhe aceto balsamike Ponti, që ka një shumë llojshmëri produktesh, siç e shihni dhe në ekran, do të kemi mundësi që t'i zbulojmë hap pas hapi. Zbulojmë një pjesë të vogël sot dhe në vazhdim ne falenderojmë shumë Teutën për prezencën këtu në Reze Dielli, por mbi të gjitha në familjet tona. Atëherë, unë për shembull, tu kam qepën. Më duhet një qepë. Një qepë mesatare. Çfarë do bësh me qepë? Me këtë recetë? Do shtoj aty. E kemi thënë qepën. Unë e kaloj në ujë dhe shumë pak vaj. Karotën e kam të grirë. Kam 2 thelpi hudhra. Stop. Ata që dhe nga fillimi, pra kam qepën. Kam vendosur ujë, si diku kur shkonim në shkollë, dhe më pyesin nëna ime, hajde këtu më thoshet, radha. Pra kam qepën, vendosur ujin, sikurse dhe vajin. Kam karotën e grirë. Por, më duhet, si shkoj unë, kam vendosur dhe ujin që të zijej. Më duhen. Këto makaronat e mëdha që janë në formën e guackës. E i themi guacka, i themi tyre, ose ndryshe më japin atë ndjesinë e varkës. Për guackën, më duhet tjetër, Niki, çfarë kam unë? Kam ragun, që unë mos të lodhe me mishin e grirë. Pra unë po marrë. Ore 2 do bëjmë gjithë pakon, apo? Gjithë pakon, 2. Për të gjithë. Kam salsën. Po, kam edhe salsën. Pe marrë dhe salsën. Më duket vite sikur jam në një kompeticion me gatimin. Kjo është një nga salcat që tu na kujton që se kur nuk është koha e domateve, nuk na bën domatja salcën siç duhet. Ndaj domatet e freskëta janë pikërisht në kavanos qelçi, që mund t'i përdorim në formën e salcës për çdo gatim. Një gërshër kur nuk është koha e domateve, zgjidhja është për shembull një salcë star. Tani, shumë transparente Garofalo me paketimin. Teuta ka zgjedhur të sjellë këtë linjë, por pagjëruj. Në shtuar dhe kripën. Uji është i duhur, do të shtoj makarona. Okej. Pakës fare vaj dhe guackat ose varkat e vogla janë të lira për në lundrim. Bukur. Patjetër që vjen Teuta dhe
Unë do të tregoj një sekret të makaronave garofalo, ndryshe nga makaronat e tjera që jemi mësuar ne të gatuajmë, ose që njihen. Garofalo është një makaron që punohet në bronz. Ke parasysh ato makinerit që punojnë dhe prodhojnë makarona? Makineria në cilën prodhohen garofalot është bronz që nuk e dëmton strukturën, jep një strukturë të fortë, të qëndrueshme, shumë të mirë dhe mbi të gjitha. Nëse ne utohemi, gatuajmë diçka tjetër, shohim televizor dhe na ka kaluar koha e paketimit, pra koha e zgjerrjes së makaronave, kjo nuk përbën fare problem për këtë lloj makaroni. Për shembull, nëse këtu koha është për shembull 10, 15, 16 minuta dhe ne kemi lënë, fjala vjen 2-3 minuta, 4-5 minuta më shumë, kjo nuk përbën fare problem për garofalon, sepse ruhet mirë struktura, është po aq e shishme, e këndshme si në fillim, sikur ne kemi zier brenda minutash, kështu që mos u merafosni për këtë makaron se ka një strukturë shumë të qëndrueshme. Plus, ju a e dini që enet e bakrit janë përçuesit më të mirë të nxehtësisë. Pra dhe nëse ju e keni hequr më përpara, normalisht ajo nxehtësia e bakrit e lën që të jetë e bërë tamam. Pra, sikurse minus më pak ose më shumë kohë, ne këtu kemi atë masën që ne duam. Masën tashun, po jo me masën, se masën e kam dhënë një pak kohë për atë punë, po kemi atë fortësinë e dur që është më shumë se al dente na duhet. Pra është një masë që është e vështirë. Kjo pjata që do të gatuem ne deri në fund, që do të zgjasë shumë pak minuta, që më shumë zgjati prezantimi se sa koha që do të na marrë për gatim, do kesh një pjatë makarona përpara, do të thotë ta marrë shihen me shumë seriozitet. Kështu që le të tregoj, lexoj produktet, gramaturën dhe çfarë tjetër ju duhet juve për të gatuar dhe sjell në tryezat tuaj një pjatë të shpejtë makarona guacka, të cilat do të jenë të mbushura me ragu. I shohim së bashku 250 gram makarona guacka të mëdha. Ne për ishtë të vërtetës hodhëm 500, sepse do të provojmë të gjithë si staf sot makaronat garofalo. Një qepe vogël, një karote vogël, 2 thelpinj hudhër, 200 ml salcë domatesh, 350 gram ragu, kemi 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë çaj rigon, 1 lugë çaj krip, gjysmë lugë çaj piper të zi, 100 gram djath i grirë, 100 gram djath mozzarella dhe në duhet edhe një kokër vezë. Të gjitha produktet i kemi në tryez. Kemi vendosur makaronat guacka garofalo për të zier. Duar një minutazh diku te 16 minuta. Sa kohë do na marri pjesa e salcës, pra paralelisht veprojmë me zierjen e makaronave dhe me përgatitjen e salcës në mënyrë që koha të jetë e tillë. Pastaj, nëse doni diçka të shpejtë fast, ç'i felbana çat kam sjell. Tiguilo. Të gjitha. Si të duken? Janë këtu poshtë, Më ke shefti duken. nga kuzhina. Dëgjoj. Ja që se kam fatin të jem aq në çat sa ty. Si ty dje. Jo, atë Kam nuk i fatin. shoh Po këtu. pak të shqyqy që i shofa djetë paktën. Po e di pse, sepse te udhëri i vërnë pak aty përpara, pak te stenda, pak te nga banaku, si që kemi në shtëpi, kudo. Po Në vendet përkatëse të faktikisht, për produkteve. shembull, çdo njeri ka nga një unë Gjithë të them. sporta, me gjithë sportet e produkteve që ne përdorim janë te uta. Çfarë janë Nga Teuta. salcat, janë fantastike dhe kam një recetë. I çfarë, se nuk po fola më përpara e prish muhabetin, me radhë të gjitha, desha me thënë se çfarë kam për më pas. Me radhë. Atëherë, le të ngelem unë këtu te kjo salca që po bëj, do thoni ju, nuk mora, doja të jepja një shije më të fuqishme, se normalisht që raguja i ka të gjitha brenda, ka qepën, ka të gjitha. Por me që unë kam një masë më të madhe të makaronave, vendosa të marr 2 dhe t'i bëj një shije akoma dhe më të fuqishme. Pra, e hapim direkt. Më është edhe një stil me... E di me lugë. Me lugë. Ja, ha. Po të hapë të tjetrën. Ato se të hapi me lugë. Për shumë kohë fare. Pra shiko, i ka të gjitha, ka ngjyrën, edhe të karotës, si gjitha janë. Më duhen 2. Ngjyra. Po deshe më hapit që edhe atë të lutem. Edhe salcën. Po. Edhe i bë një përzierje të dur.
kështu po. I lëm pak të marrin veten të shkëmbejnë ato aromat e tyre, nëse do të hedhësh edhe salcë përpara se të shkëputemi ne. Pak fare salcë, shumë pak, se kjo pjesa tjetër, e di po çam duhet. Më duhet ta vendos për shtratin e salcës, ja, këtu. Për një sekond i largojnë të gjitha këto. Për shtratin e salcës, ja. Se është e mirë kaq e mirë kjo salcë, sepse përgatitet me domate të freskëta kur e kanë sezonin. Dhe këto domate janë në kavanos, i përdorim pastaj për gatime të tilla. Vaj, pak fare, krip. Mos u nxito, i lëm kështu deri në këtë pikë një hapje gatimi. Edhe jemi shumë në rregull, ja. E salcës star dhe më pas do të rikthehemi pas kësaj shkëputje të vogël që do t'ju sugjeronte personave të cilët vuajnë nga prostata, është një suplement bimor që quhet Prostator dhe ju e dini. Ja të kemi sërish për të vazhduar punën me recetën tonë të parë të makaronave në formë guacke të mbushura me ragu. Edhe me një salcë shumë të mirë, shumë të shishme. Treguam produktet, kemi bërë salcën gati, kemi shtuar aty një qep, një karotë të grirë shumë imët, bashkë me qepën imët, ragu dhe salcë të kuqe. Krip. Rigon. Pjesën tjetër këtu, të gjithë. Kam pakos fare piper. Këtu. E largoj. Një përzierje të duhur. Më duhet një kokërvez. Tek pjesa e ragus, tek pjesa e salcës. E lam pak të qëndroj më njanë salca, që të mos piqet direkt veza. E përzijem, avash. Nëse ne do ta kishim mishin e grirë, normalisht do ta shuani me verë. Tek verën sërish kemi nga të uta kemi të ndryshme, si të doni ju, dhe nëse nuk keni verë, mund të shtoni pak fare uthull balsamike. Është më e duhura, jo soja, uthull balsamike. Të mas që e kam këtu, tu kam lënë pak nga lëngu, nga uji makaronave, e mirat vësh, unë vendos pakos fare gjallë, pak gjallë. Ju nuk e keni në recet, është opcionale, përse vendos gjallë, vendos, ja. Për t'i dhënë, sepse nuk dua ta prek, për t'i dhënë pak shkëlqim salcës. I jep një shije akoma dhe më të veçantë, sikurse Nikit e lutem e ke blenderin aty, do të shtoj edhe pakës, jo pakës, do shtoj djath. Djath ka çka. Jo dhe pakës. Okej, me kemi këto paketimet e rëzenit, janë të vogla dhe që... Ja, një sekund. Menaxhojnë më së miri në kuzhinë. Si me gjalpin, ashtu edhe me djath. I ka nisur Albana para emisionit, nuk... Pak tomate. Të duhet për shumë. Ja, bëjmë një ratë ma, sepse nuk dua që të ta kriposim shumë. Sa të bësh në blender, unë marë makaronat edhe bësh flarjen. Ose në blender, ose të grirësja, të rendja. Dhe e kemi gati. Bashkë me aromën këtu të gjalpit. Mishin e grirë, qepën, karotën, si që thamë, erzat. Dhe në fund fare, pa tjetër, do të përdorim dhe bimë toma aromatike. Do t'i mbushësh një nga një, apo t'i përzjesh kështu me salcë? Gjoniki, faktikisht, ti e di shumë mirë që je shumë e mirë. Je shumë e mirë. Të gjitha i ke me bollik. Në një rengë të një. Por jo, gosë kur e kupton, por i ma një qikë kur i... E nise pak ndryshe. Po e nise pak ndryshe, por i një qikë... E, ma, lëre të ashti. Po i ku nuk e mba do të ashti, lëre. Po kemi, po, deri në... Jo, i ku mbaroj ajo gjë, ma o që muzën. Atere,
Marr makaronat i kulloj. Dhe filloj. Një nga një, ti mbush. E di që bëj pak si rëmuj tani këtu, po dua t'i heq, që të kem bangon e rregullt. Procesi termik do të vazhdoj dhe në furrë, kështu që ne i lam pak më pak minuta se 16 sa që kishin të përshkruar në paketim, në mënyrë që ky proces të vazhdojë edhe në furrën tonë. Edhe furrën e ndezniki. Desha dhe të një javën. Hajde. 200 Ska gjë. Tani. 200 gradë. Do t'i marrë, që ka nxehtë. Do t'i marrë të tilla. Hop, t'i mbush. Nuk duhet që të jetë e ngjeshur shumë. Ja t'i vë këto varkat në vend. Të ndryshe, nuk do të... Jo. Salca. Kjo mundove i shplave që të ftohen, por që... Përse i shplava? I shplava që të ruajnë... Jo, që të ruajnë forcin, sepse ishin të nxehta dhe direkt bëhet ajo ai procesi i blansherimit që unë e them shpeshherë, sepse kështu e ka. Edhe i vendos të gjitha, në mos të gjitha gjysmat, pjesën tjetër që mua për shembull më ngelet, i vendos në një taper, në një tas, duke shtuar vaj, edhe i kam për ditë tjetër që t'i bëj me spinaq. I mbushim plot, se kemi... La mbushim, po prisë shumë e nxehtë tash. Tani edhe flas që t'i jap kohë vetes që mos të digjem. Ja të tilla. Ja t'i mbush to avash unë një herë. Se të marrë dhe një lugë. Një lugë tjetër? Ja, të bëjmë një zhvendosje të enëve. Tu? Vazhdojmë me mbushjen. Ashtë shumë më mirë këtu. Tani unë dua praktike. Atë djathin, sa ti mbushëm këtu, do më vendosësh prap djath. Pra, mos të përdor. Pra, mos të shqetësoj fare. Që do të ketë në fund kjo recetë. Përse zgjodha unë ragun, sepse dua t'ju them edhe përse. Mish i grirë shpeshherë ne e bëjmë pak më të fortë, del pak më i ngjeshur. Kurse është e ujshme, masa e vezës do ta lidhi kur të kaloj në furrë, patjetër. Duke aq të mira. Pjesa e djathit do t'i bëj akoma dhe më joshëse. Nuk besi se do na marrin shumë kohë në furrë. Absolutisht fare. Absolutisht fare. Sa unë të filloj për shembull të bëj brumin e focacces, gjë që unë e kam zënë se focaccia e dini juve që kërkon kohë. Këtu. Edhe po mëra pak më tutje. Kam edhe luk tjetër, kam. Urdhëro. Okej. Tani marr dhe shtoj sërisht të tjerat. E fillojmë me një luk bollësh për secilën. Ja, ti vazhdo andej, unë këtej. Po. Tani, e di çfarë ndodh me këto makaronave tani? Kur jemi në autobus që shtyt që këmë tuti që të nxehtë unë venja. Kjo është. Sa të shkrit djathi, ne pastaj nuk do t'i rezistojmë do të më. Është mëkati më i mirë dhe më i ëmbël. I kam vënë të gjithave. Edhe le të bjerë dhe pak. Ne kemi marrë seriozisht fare. Me këtë pjatë. Të pjesën tjetër, normalisht. Dhe jek me djathin që përdorëm. Jek jemi. Fiks. Po ta prish aty jekun, unë se më prish edhe rengën. Kam djath, më mirë, një pak djath tjetër. Se kështu ishte puna. Unë desha thosha diçka edhe ti... Pa jam. A bëjnë publicitet atë rregun që kishe menduar. Po i ku ajo çfarë the. Atëre, kjo është pra tava. Vendosim sa të mundim, sa të kemi vend aty për gjithë pakun, në llogarinë që
do të përgatisni ju, pra në raport me produktet, keni gjysmën e pakos, ne hodhëm të gjithë, më si shtam të duam të testojmë një shije unike që vjen nga Garofalo, me ragu, me salcën e përgatitur, edhe pashtu me salcën Star, që është një salcë përgatitur nga domate të freskëta në kohën e tyre të sezonit, kjo duhet të theksohet dhe na sjell një gatim me ngjyrë të theksuar të kuqe. Ja. Shikoni? Absolutisht nuk merr më shumë se 10-15 minuta në furr, sapo të lidhen mirë, të bëhet një masë më kompakte, të thahet pak salca që është shtrati i këtyre makaronave, dhe ne do t'i shijojmë. I vendosim në furr për të pjekur. E marr direkt në 1, 2, 3 i kam pa djath, po t'i vendos në fund fare, të kuptoj dhe si është shija. Në 220 i kam unë tani. Vendoset 220 gradë, okej. Pak minuta dhe ne do të rikthehemi pas publicitetit për vazhduar me recetën e dytë. Dhe filluam në pjesën e dytë të gatimit, po më parë le të tregojmë produktet e recetës dhe unë shijoj dhe kafen time të ditës. E bëra sot kështu dekafeinato, doja vetëm këtë aromën. Mirë e bëre. Nuk bëjmë dot pa aromën e mirë të mokador, vjen një aromë vërtet e theksuar e kafes, të qetëson edhe që zgjat kjo aroma këtu në kuzhinë, sa nuk di. Tani, ti ke zënë një brum, çfarë do na bësh me këtë brumin? A e di ti, kur është puna që kryojnë këto fluckat me brumin, çfarë është? Focaccia. Atëherë, për focaccia nuk kam mielin, patjetër, edhe kur themi te mielli, ju e dini shumë mirë. Sa orë ke përpara që ke zënë? Kam 1 orë e gjysmë. 1 orë e gjysmë? Kam 1 orë e gjysmë, po e kam vendosur me maja të butë. Te majaja e butë, unë vendos ujin, pakos fare sheqer, miell, e përzi dhe lë derisa të fillojnë ato fluckat. Si puna këtyre po të mëdha. Atëherë, që tregon që e kemi në kohën e duhur. Vjen dhe aktivizohet diku te 15 minuta aktivizohet bë shumë mirë. Mielin, ujin e vakët e marr dhe shtoj masën e masës që kam te majaja. E punoj mirë, duhet jetë e butë. Duhet jetë e butë. Më e butë se kjo, më. Shtrojeni në një tavolin ku të ketë miell dhe unë e vendos tani. Aq e mirë duket, për të hapet, të piqet. E hap, lehtësisht, e gjitha do hapet. Por, patjetër, që derisa Niki të mbaroj dhe kafen, unë më duen ullint. Po. Ullint e zinj. Ato janë shumë të mirë. Që ta ta bëjmë me ullinj dhe me rigon. Super. Opa, ja. Shija klasike e focacces, pra nuk duhet të mungojnë ullin, nuk duhet të mungoj rigoni, po duam pastaj edhe rozmarin, se i kemi degët tona të thata. Po që baza kjo është, apo jo? Rigon, ullinj. E hapim deri. Ta lë sërish, sepse do vjen edhe hapet më kollaj. Derisa të kemi të gjithë. Pikërisht. Të masën këtu. këtu. Ullin kemi pontin e ullin të zinj. Marim të ullin të zinj që i përdorim në... Dhe janë mbi të gjitha dhe pa bërtham, kështu që e kemi shumë më të lehtë për ta konsumuar. Pra, sërish do ta lë që të vi. Derisa ju e shikoni, unë marr shumë rigon. Bëj një shplarje duarsh. Dhe kur të piqet, gjithë ky brum është shumë e butë, e lehtë, mbi të gjitha nuk peshon shumë, që tregon se është fryrja e brumit, është butësia dhe shija, që nuk i gën asnjëherë nga tryeza jon. Do t'i kullojmë pak ullint e zinj pa bërtham ponti që ti vendosim tek focaccia. Rigonin e kemi shtuar. Mos u shqetësoni, se asgjë nuk ngel. Asgjë nuk ngel. Normalisht këtë me pak qep të kuqe, me limon, majdanoz, vaj ulliri është i sallat.
Marr ullind dhe ose nga na bosh, i gjys deri tek gjysma, po. Jo i vendos, po i gjys. Këtu. Edhe pak në pjekje, pak që do të qëndroj edhe të tilla. Normalisht që do vi si brum. Derisa të kemi ne atë gjendjen që e shohim vazhdimisht në për reklama. Derisa unë të mbush këtë sipërfaqe të duhur me ullinj. Ose i kam vënë bas me veten që dua t'i harxoj gjitha ullinjt. Pjesën tjetër e bëjmë dhe atë sallatën, që të si s'ka problem. A jesë se ke jaku ke qa ulliri tjetër ishte atje, ishte dhe i gjithë tjetër e pash. Jeshili. Sigurisht edhe me ullin jeshil mund të përgatitet, po me të zinë si kur ka më shumë sy. Ka më tepër, ka më shumë sy, ka. Ju, po të doni, gjithmonë them po të doni, që mos jetë këshu e nxirës të rosur, mund t'i fusni në një notë pomodori, për shembull. Po do shkon të shumë, me domate pomodorini. Shkon dhe i vjen dalë. Midis hapësirave ku kemi vendosur ullin të zinj, vendosim edhe pomodor. Kaq dhe rigonin dhe është super, super mirë. Shikoni tani, si fillojnë, shife? Mudhe, e të shkoj këtu unë. Nëse ju e shihni tani në këtë fazë, pra të vendosjes së ullinjve, kur ta pjekim dhe t'i sjellim të pjekur në tryez, ullin do t'jenë mbuluar nga brumi. Ja një thik të vogël, unë o zosa thika kam këtu dhe kur vjen puna për thika nuk i gjej. Kam thika sa të duash. Doja dua ato që të dora jote prandaj. Ndërkohë, do të pyes pak për t'i ndihmuar Anvisa për këtë brumin kaq të mirë që të ka ardhur kaq mirë edhe që duket i butë me një konsistencë të mirë, cilin nga mielrat përdoret për pica? Ola. Ola mund të përdoret. Aman. Aman se dua ta them, gënjeshu, po është çik dhe i vërtet. Olën për të gjitha përdorimet, që unë e kam, është save ajo gjë, por edhe për pica, se pica dhe focaccia janë, duhet i njëjti brum. Po pra, prandaj tash. Juve ju ndihmon. Mielli pas të kuqit, pas miellit super, që është miell për pica Ola. Me këtë miell përdorëm për këtë focaccia. Edhe pak pomodor, si që thamë, për të thyer ngjyrën, për të bërë atë kontrastin, edhe për t'i dhënë dhe shumë shije, por edhe duket shumë. Po nuk ndalem, tash nuk ndalem unë, tani nuk ndalem dot, se... Edhe një domate tjetër. Gjo, jam e ku jam, të gjitha produktet i kam, a me pak ato renden, që ta bënë super shije. Atë renden e kem brapa. Brapa, okej. Bravo. Të lumë. Shu si që e ke, më thonë e ke shumë mirë, mos në ngatro. A e di pse? Po, që do ti, po ti nuk do t'i shtoje, thashtë do t'i shtoje ndo një perime tjetër, po jo pak djathë. Jo, e doj qik djathë, sepse jep atë shijen e kripur. E si do mos, ato... Ja, për shumë. Nuk do t'i shtojmë speca e gjëra, kur ishim të vegjël, na thoshim prindrit, një për gjyshen, një kafshat për gjyshen, një kafshat për mamin, një kafshat për babin, aty kemi ngelur. Dhe e gri, shumë bukuria dhe një dorë me kaçkavall, Erzeni dhe gati për ta pjekur. Besoj se nuk ju zgënjeva lartë të regjia. Jo. Jemi në rrugën e dur, kështu siç e ke lënë tani. Zgjë më tepër, ja. Derisa dhe këto ansoret, që të kenë dhe shija. Ka që lash, këto e prëva për vete. Goja shkret. Kush da marri copën i pari ose e para pasi të piqet, gjithsesi po ju bëj një përmbledhje të produkteve për focaccian me ullin të zim, pomodor edhe djath, kaçkavall. Tani, për mielin ju duhet gjysmë paketimi të miellit për pica, pra 500 gram miell për pica Ola, 300 ml ujë të vakët, është kusht që uji duhet jetë i vakët.
7 gram maja e thatë, ose nëse përdorni majan e freskët, ju duhet 20 gram. 2 lugë gjelle vaj ulliri. Vazhdojmë me produktet, 1 lugë çaj krip, 1 lugë çaj sheqer, 100 gram ullinj të zinj, 1 lugë çaj rigon ose trumz, dhe në vend të asaj kripës së trashë si përfaqen që është në recet, vendosni një dorë me kaçkavall të grirë dhe ja shtoni më tepër shijen. Asgjë tjetër nuk do t'i vendosim, thjesht fura tani për procesin termik për t'u pjekur dhe kemi mundësi që deri ndoshta në fund të arrim ta servirim dhe ta shërbejnë tek ju. E vendosa në temperaturën që kemi vendosur edhe makaronat. Dhe dyja recetat janë duke u përgatitur gjithsesi për ta ripar recetën nga e para, edhe të makaronave, guac të mbushura me ragu, po edhe të focacces, do të klikoni në kanalin tonë në YouTube. Gjithmonë, aty kemi postuara recetat me mënyrën e përgatitjes. Me emrin Reze Dielli në YouTube dhe na bëni dhe subscribe. Ndërkohë do të kalojmë tek receta e tretë. Produktet janë gati. Unë do t'i lexoj më një herë ato sa regjatë ma bëj gati edhe recetën e shkruar për t'ju treguar se çfarë ju duhet për përgatitjen e një gjelle supe të thjeshtë në kushtet e shtëpisë. Një supë me thjerza. Është në kushtet e shtëpisë, por që çfarë produktesh ju duhet që ju të sillni një shije të mirë, një pjatë të shëndetshme me këto produkte, me pak patate, me pak qep, me pak karot dhe me një grusht thjerza. Receta në ekran. Sigurisht do ta nisim me kaurdisjen e qepës. Këto minuta që na kanë mbetur do ta realizojmë dhe një supë për 10 minuta bëhet kjo supë me thjerza të kuqe dhe me patate. 200 gram thjerza të kuqe, 2 patate mesatare, 1 qep e vogël, 1 karot, 2 thelpinj hudhër, 1 domate ose 1 lugë gjelle salcë domatesh, 1 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë çaj rigon ose trumz, 1 lugë çaj speci kuq pluhur, 1 litër e 200 ml ose 1 litër ujë afërsisht ose lëng perimesh, krip dhe piper sipas shijes, lëng limoni dhe majdanos të freskët për ta zbukuruar. Edhe për t'i dhënë shije dhe aromë të mirë. Tani, thjerzat. Largojmë. Thjerzat e kuqe duan patjetër të shplahen mirë, të qëndrojnë në ujë. Largojmë të pjesën e shkumës, shiko, i përzihem mirë që sërish unë t'i largoja. Dhe e lë prap. Do të shtoj. E unë shtova pak gjallë, pse pak gjallë, pak vaj është e duhur. Qepën direkt. Tek qepa do të shtoj dhe karotën, se dhe karota është nuk po duan shumë kohë dhe prandaj unë i kaloj në blender për këtë arsye. E shikoni që është masë e duhur, sepse kur e skuq, normalisht shife, tenxherja tigane është pa vaj, prandaj dhe janë të etura të përthithin në ndyrën. Shtoj masën e kripës. Pak mas rigoni. Kam patatet. Gjyqë lëngun e patateve. E kaloj. Shtoj dhe patatet. Patatet më duhen për trashjen e lëngut. Dhe filloj dhe i kaurdis. Tek kaurdisja do t'i vendos kapakun dhe do t'i kulloj. Kullohen mirë, të shplahen mirë. Me ujë të nxehtë nëse i shplajmë thjerzat, nxjerrin atë pjesën e shkumës së tyre, po ashtu dhe pa pastërtitë dhe çfarë mund të kenë tjetër, ndërkohë pasi kemi shplar mirë, pa ju ndryshuar atë ngjyrë, se kur zjejnë këto thjerzat portokalli dhe nuk e di pse i themi të kuqe të gjithë, me ngjyrën portokalli bëhet më e zbekt ngjyra, vjen ngjyrë të verdhë gati kur zjejnë, bëhen njësoj me patatet, por ne i përdorim shumë se janë shumë të shëndetshme, ka nivele fibrash, proteinash, shumë të shëndetshme, akoma se sa edhe thjerzat e tjera, të cilat janë lloje të ndryshme, kafe, jeshile, i kemi sill vazhdimisht. Herën e kaluar bëm edhe me këto thjerzat e kuqe bëm edhe krepat,
Ndaj është një alternativë. Mund të kombinohen dhe të dyja, thjerrës të kuqe, thjerrës kafe për ndonjë supë tjetër. Sot dalemi tek thjerrëzat dhe perimet. Yndyrë. Dhe e zhvendos tenxherin që ta ke më pranë vetes. Më pranë vetes. Do të shtoj. Specin e kuq. Kjo është ajo masa që i shtohet në fund, apo jo? Kur ne duam që t'i japim atë ngjyrën e bukur, edhe shihem pra në çdo supë. Në gatim. Gjysmën tek salca. Masën e kripës dhe e përzijaj. I vë kapakun. Normalisht piqet pak speci. Po të doni dhe jo pse mos të doni. Oni kjeku edhe pak atë salsën e domates, lutem. E ndihmon akoma edhe më tepër, ja. Super. Ndihmon pak më ngjyrën. Të pjesë që më ka ngelur këtu, i shtoj pak ose fare ujë dhe e kam për nesër. Aq para aromaj që ka lëshuar vaj, që unë, do të shman këtu, ja, papashavash, ja. Tik dhe nxehtësin, dhe do të shtoj edhe masën e thjerrzave, ja. Bëj një përzierje shumë të mirë. Shtojmë edhe ujë që të marrim dhe pjesën tjetër të thjerrzave. Nëse duam pastaj, nëse kemi lëng kockash, lëng perimesh. Lëng perimesh? Se lëng perimesh shumë se nuk vendosa lëng perimesh, sepse në recetë di që e keni lëng perimesh. Është karota, është shepa. Shiko, jo të gjithë e kemi atë lëngun e perimeve gati, ë? Pra nëse se keni gati. Lëngun e kockave po, ose një lëng po nëse se kanë gati, merrni qepën, karotën, gjithë perimet që ju keni bërë, sikurse dhe lëvoshgën e qepës, nuk ka problem, mjafton që të jetë e larë mirë dhe larja e mirë është me sodë. Këtë e dini shumë mirë, vendosë dhe me mustaqit që t'jenë të qepës, nuk ka fare problem. Ajo është një gjë tjetër, pastaj është një seri tjetër për lyrjen e vezëve. E kam ku e kam, Niki kam edhe hudhrat unë ja. Kam edhe një thelpi hudhër këtu, gjë që direkt e grim dhe e gri në moment, në fund. Krijohet në formën e pures. Ja, të mas e kaloj këtu. Që ka dhe nëzet, shumë nëzet. E lëm të zjej dhe do të lëm në fund të servirjen, as që të ketë mbaruar dhe pjekja e makaronave. Atëherë, si që kam, ja, nuk është, si që kam këtë mas, bët që zhumak, ja. është ajo ASMR-ja e brezit dhe kësaj gjenerate. Këtu. Makaronat që u vendosën të parat, besoj se janë tani gati për t'ja u treguar përthithjen e lëngjeve të salcës dhe përfundimin e pjekjes së tyre. Ndërkohë, me focaccian jemi këtu. Është fryrë, le të vazhdoj të piqet dhe e tregojmë në fund fare. Makaronat kanë përfunduar, recetën e kemi treguar, mund ta lexoni dhe rishihni në YouTube-in e Reze Dielli. Duan
djathtin tani sipër, jo duan djathtin sipër që ta marrun. Duhet lëngu i limonit që t'i mbarojmë të gjitha gjërat me... Kjo t'ja vendosim pasi të ketë zjerë, nga fundi bashkë me bimët tona aromatike, majdanos, koper, çfarë të dëshironi ju për ta freskuar. Ja, ma e direkt. Do t'i shtosh përsëri? Patjetër. Okej. Sepse e shikoni që kjo kështu duket e thatë. Duket e pa jetë. Mirë. Ja. Kjo duhet. Edhe pakës. Dhe përsëri do ta vendosim një 5 minutë sa të shkri përsëri Jo, djathtin. e qëndrojmë kështu, Apo ta lëmë jo, kështu e siç qëndrojmë është? kështu këtë. Mi nuk e shkrim. Kjo ishte pra receta e përfunduar e makaronave në formë guacke të mbushura me ragu. Edhe njerë siç e thash, recetat tona do t'i gjeni në kanalin e Reze Dielli në YouTube, të lumshin duar. Përshëndetemi nga kuzhina dhe do takojmë pas pak për tematikën e autizmit së bashku në orën 10:10. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, e cila prek shumë fëmijë dhe shumë familje në mbar botën, bëhet fjalë për autizmin, por mbi të gjitha për rëndësinë pastaj të terapisë të folurit. Sa ndihmon logopedia, terapia e të folurit tek fëmijët me autizëm. E mbi të gjitha, çfarë vëmendje dhe çfarë kujdesi duhet të tregojmë ne si prindër ndaj bebave, ndaj fëmijëve tanë, për t'i kuptuar shenjat e para të autizmit, po ashtu pediatrit, gjithashtu edukatorët në shkolla. Çfarë, le të themi statistikash nëse mund të kemi, në çfarë fazë jemi, bashkë me zotin Spiro Saqellari, lokoped, dhe ju kanë kërkuar shumë për të qenë prezent në Reze Dielli, sepse këta hapësirë do ta organizojmë duke pritur edhe telefonata në studio, nëse gjithmonë na pranoni. Po, patjetër. Për ta treguar hapur problematikën dhe për t'ju dhënë përgjigje. Ndaj, në ekran do të keni numrin e telefonit, derisa të bëjmë bisedën dhe pyetjen e parë, ju mund të telefononi dhe gjithë hapësira është e juaja për çdo shqetësim që keni në raport me rritjen dhe ato çka shihni tek fëmia juaj. Unë do doja të dija fillimisht gjithmonë është folur, por sa më shumë të flitet, aq më mirë është për publikun dhe për prindrit që na ndjekin, për me fëmijë të vegjël. Si të kuptojmë fëmijën tonë? Në fazë ose në çmosh fillon shenjat e para të autizmit? Atëre, nuk është e vështirë që një prind i kujdesshëm të kuptoj se fëmia ka një problematik. E para është te gugatjet, te vështrimi dhe te vënia e veshit. Një fëmijë i cili nuk të vë veshin, pra nuk kthen kokën 7 muaj, duhet parë se aty ka një diçka. Pra në moshën 7 muaj. 7 muaj. Një fëmijë i cili nuk të vështron, edhe bebe, edhe 1 muaj, 2 muaj, dhe nuk të ndjek me sy, 3 muaj, 4 muaj, nuk të ndjek me sy, dorën tënde, apo fytyrën tënde, kur vete, apo një objekt, duhet bërë objekt i një vlerësimi të një psikologu, të një logopedisti, të një pedopsikiatri. A ndodh që pikërisht sapo kuptojmë diçka, prindrit shqetësohen, e sjellin tek mjeku, e referojnë, ka shumë apo thonë është herët, po ja se erën tjetër mbase do ta... janë ndërgjegjësuar shumë, prindrit janë ndërgjegjësuar shumë dhe tani, edhe në qendra që kam punuar dhe në kabinet, më vinë prindër me fëmijë shumë të vegjël, të cilët vënë në re, ka ndryshuar shumë mënyra e qasjes ndaj autizmit. Kanë filluar ta pranojnë, do në thënë, sepse kjo ka qenë një problem i madh në kohë. Sepse ndërhyrja e hershme është vendimtare. Ndërhyrja e hershme është vendimtare. Këtë e them me forcë. E stopon ndërhyrja e hershme? E stopon vendosjen, instalimin e elementëve autik. Larg ekraneve dhe ndërhyrjet e hershme. Qerdhe, kopësht, të gjithë këta janë armiq të autizmit. Pra ekrani është armiq i autizmit. Ekrani. 0-4 vjeç e kemi thënë këtë. Asnjë ekran fëmijës. Fëmija ka nevojë tani të fitoj eksperienca, të kapi gjuhën, të kapi të folurin, të kapi objektet, të shikoj reagimin që kam, pasoja që kam, kapja e objektit dhe lënja e tij që bie bum, që ai e shikon vetë, sepse aty në ekran vërtet bien bum gjërat, por ai nuk e ndjen. Po,
Është e vërtet, qasja ndaj ekraneve, patjetër që është një nga faktorët që ka instaluar autizmin. Nuk them se autizmin. sjell autizëm, po instalon elementet e autizmit edhe më shumë. Po deri më sot, çfarë flitet? Kush e shkakton autizmin? Për autizmin është shumë e vështirë të flasë se kush e ashtu. Në sajt e eksperiencës time, që kam kaq vite që merrem me të, unë them se është një lloj predispozite. Disa fëmijë kanë një predispozit për të qenë të veçantë. Por këtë ne ja vadisim shumë, sidomos me vendosjen e ekraneve përpara, me lënien e qetësi, mos të marrim me të, mos të komunikojmë me fëmijët se po na lë të bëjmë punët, po na lë kështu, po na lë kështu. Fëmia nuk fiton eksperjenca. Dhe fillojnë elementet e autizmit që janë predispozit, fillojnë edhe instalohen dal nga dal. Pra ndaj është e nevojshme që t'ja presim kokën që në muajt e parë, në vitin e parë këtyre gjërave. Pra duke i lënë, duke luajtur me të, duke komunikuar. Duke i lënë para ekranit, duke i folur vazhdimisht. Më mend që kur kemi patur një herë tjetër mundësinë të flisnim për autizmin, më keni thënë që fëmijës t'i flisni edhe kur e vishni, edhe kur i ndroni me belinën. Pra çdo gjë, pa menduar se nuk na kupton. Patjetër, të komentojmë çdo gjë. Që një ditë, 2 ditë, 3 ditë, fëmijës duhet t'i flasësh. Duhet t'i flasësh dhe duhet ta përkëdhelësh me sy, me gjeste, me mimika, me pastirma. Ke parasysh si i drejtojmë një fëmijë, ej, ta, pu, dhe ai na shikon edhe orientohet kashi nesh, edhe na ndjek, edhe buzëqesh me të gjitha. Pra, nuk është kur shpejt t'i flasim një fëmijë. Absolutisht, duke pa menduar që pa menduar që na kupton, nuk na kupton. Ai kupton, ai ndjen, ai thith. Nuk kupton si ne, po ndjen. Cilat janë ato gabimet që ju keni vënë re gjatë konsultave që keni patur me prindrit tuaj në raport me fëmijët, për mënyrën se si u flasin, për mënyrën se si u drejtohen, për mënyrën se si po i rrisim fëmijët? Gabimi më i madh është kjo, lënia para ekraneve për të bërë punë, që e theksuam të parë. E treta është mos komunikimi shumë me fëmijën. Duke mos komunikuar me fëmijët, ai nuk krijon eksperjenca, siç e tham dhe më përpara. Gjithashtu ka të bëjë shumë mbajtja e fëmijës brenda 4 mureve, mos dalja me të qenurit gjithmonë vetëm, mos të krijojë eksperjenca. Kjo është shumë e rëndësishme. Një fëmijë duhet të merremi shumë me një fëmijë. Kemi sjellë që ka tru njeriu, dhe ai patjetër do të flasë, do të kuptojë se ka tru njeriu, është i programuar për durimi, këtë. Sepse siç e thënë ajo shpreha që të ishte një fëmijë, dhe e folura sa më shumë. E folur sa më shumë. Një shkencëtar i madh thotë që më jepni një fëmijë 1 muajsh dhe ai nuk do të bëhet kurrë autik. Që merret me këto probleme. Vetë se duke, edhe në qoftë se ka një predispozit autike, vetë se duke u marrë shumë me të, duke luajtur shumë, duke i treguar pralla, kur vjen mosha e prallave, duke komentuar çdo gjë, folur për gjithçka, për gjyshin që lexon gazetën, për vëllan që bën zhurmë nga dhoma tjetër, për gjithçka. Është shumë e vërtet. Është dhe kjo shpreha që populli ka përdorur që duhet durimi ka lidhur gjithçka dhe për të rritur një fëmijë është njësoj sikur ta mendosh të hapësh një pus me gjilpër. Thon shkodranet. Kot nuk është thënë. Ndaj do durim, ndaj do forcë, sakrificë, por koha siç ka ardhur, prindrit e zënë me punë, duke ia lënë për shembull një dadoje. Po, i dadoje që e ka mendjen të faqet buçke dhe e ka mendjen mos i vritet, mos i bjerë, kështu po nuk i flet shumë, shikon telenovela, gjëra, kështu, atëre fëmia që do bëj, do rri si gollak. A ndodh për shembull që fëmijët deri në një farë moshe, se kemi patur raste dhe kur kemi komunikuar herë të tjera me shikuesit që kanë telefonuar dhe kanë treguar shqetësimet e tyre në raport me rritjen e fëmijëve, që deri në një farë moshe fëmia është në rregull me mënyrën e të folurit, nuk ka shenja të spektrit të autizmit dhe befas bën një lloj regresi. Nuk e kam hasur ndonjëherë këtë, fëmia po filloi të flasë, fillon edhe flet, pavarësisht që mund të ketë ndonjë predispozit autike apo ndonjë gjë, po filloi të flasë, sidomos deri 4 vjeç. Deri 4 vjeç është ajo e fëmijës. Fëmia thonë që në 6 vjeç ndodh gjithçka te fëmia. Ndodh gjithçka në 6 vjeç, ndodh domethënë mrekullia, fiton gjuhën, fiton të ecurin, të vrapuarin, të gjitha
komunikimin me tjetrin, me të gjitha. Pra është një diçka që nuk e kam hasur ndonjëherë, që një fëmijë të flasi dhe pastaj të stopoj. Të rriturit e keni hasur ndonjëherë autizmin? Po, Për shembull, ka të rritur burra, gra, autik, dhe cilat janë ato shenja dalluese tek ta të rritur që kanë Po shenja autizmi spektër kemi të gjithë. Në momentet të caktuara, kemi të gjithë nga një shenja autizmi, po ka disa që i kanë më të theksuar. Janë si thua shtanopranët në shoqëri, të janë të veçantë, nuk të shikojnë në sy, komunikojnë pak rrallë. Ka lloj-lloj autizmash. Vendosin disa kufi kështu, Por nuk që janë shumë të pastaj hapur. e detyrojnë veten që të përshtaten me shoqërinë. Janë aq të mençur sa të përshtaten me shoqërinë. Po mirë, këto si çfarë quhen, me spektër autizmi, edhe këto shenja apo Jo, me janë spektër. është termi që përdoret Ne përdorim grua njerëz të autike, apo- veçantë, asocial pak, njerëz të veçantë. Themi fillani është çika social, nuk E kuptova. Në lidhje me terapinë e të folurit, pra atë punë që ju e keni bërë për gjatë gjithë jetës tuaj, duke ndihmuar fëmijët të cilët vuajnë nga autizmi dhe prindrit dhe familjet të cilët vuajnë bashkë me fëmijën e tyre, sepse të kesh një fëmijë autik në shtëpi nuk është shumë kollaj, me po, kushtet, s'është e me lehtë. pranimin nga shoqëria, me terapit, me mundësitë ekonomike e të tjera e të tjera. Cilat janë sfidat e sotme të familjeve shqiptare në përballje me këtë fenomen? Sfidat janë të shumta, siç i përmend dhe ju, sepse nuk është, domethënë, një kur shikon dhe nga fëmia ti preti të flasi, pret një kështu dhe merr vesh lajmin që ka elementa autika gjë, është vërtet një gjë shumë e rëndë. Shumë prindër në këtë moment e humbasin të ruan. Por dua t'ju them që jini të vëmendshëm, kapeni sa më shpejt dhe çdo problem do kaloj. Po ta kapin sa më shpejt. Ndryrja e hershme është vendimtare, sepse truri i fëmijës është i programuar i tillë që të ushqet me fjalë dhe me komunikim. Ashtu si barku ushqet me buke me gjellë dhe ne rritemi, truri do llafe, do komunikim. Folini sa më shumë. Kjo është e para. E dyta është që nuk do ta pranoj. Pse të më ndodhi mua? Nuk e pranon pse të më ndodhi mua kjo gjë, çfarë kam bërë unë, ka shumë problematika, derisa ti mbushet mendja se ka një diçka te fëmia që duhet ndjekur, duhet bërë objekti një vlerësim. Ka shumë pastaj sfida të tjera, ka sfida ekonomike që duhet ndjek terapi, që kushtojnë shtrenjtë. Po gjithmonë një nga antarët e familjes është gjithmonë i lidhur me këtë fëmijë, sepse çon në terapi, qëndron pranë, se është ndoshta i pamundur. Dhe shteti këtu duhet të bëjë shumë, duhet të ndihmoj këta fëmijë. Duhet të ndihmoj këta fëmijë për një periudhë disa vjeçare sa të marrin jetë, sa të marrin atë ritmin e tyre të zhvillimit. Cila është frika më e madhe që kanë prindrit në përgjithësi pasi, kanë kaluar vite të tëra me terapi, po ka raste që ndoshta... Çfarë do bëjmë? Çfarë do bëjnë në të ardhmen ky fëmijë që s'është i zoti vetes? Ku do ta lë? Nuk ekzistojnë institucione ku të merren me këta fëmijë, ku të kështu. Është diçka shumë e dhimbshme për të parë vazhdimsinë e tyre fëmijët që janë autik tashmë. Keni ndonjë rast që ka qenë, si thuash, rasti më i vështirë, më i rëndë, me shenja më të rënda të autizmit, dhe cilat janë ato shenjat që e karakterizon atë fëmijë? Shumë raste kemi trajtuar te qendra jonë fluturor për jetën nga qendra tani qendra rajonale e autizmit, raste që janë rritur fëmijët, kanë vajtë 16-17 vjeç, por janë bërë të zotë e vetes. Dinë të shkojnë në banjë, të kujdesen për veten, të bëjnë pavarësisht se nuk kanë arritur që të flasin rrjedhshëm dhe të flasim. Ka dhe raste pastaj të vështira, që me disa fëmijë nuk ja kemi arritur. Ka raste që sa më i vogël të jetë, po, nuk keni arritur për shkak të moshës, në çfarë moshe i drejtohen prindrit tek ju? Po, varet, vinë që nga 1 vjeç, 1 vjeç e gjysmë, 8 muajsh më thoshe një ta shikosh fëmijën. 8 muajsh ka ardhur një fëmijë më i vogël te kabineti im. Edhe dukeshin prindrit që ishin të preokupuar se pra ishin ata që kishin dalluar të parit. Po, të parët që e kishin vënë re dhe pastaj kanë ardhur edhe 6 vjeç, 7 vjeç vinë. Po kur vinë 6-7 vjeç, është tepër vonë. Sepse ka mbaruar ai procesi i krijimit trurit, thithja, truri që bën, truri është bërë tash
më sholl, nuk kap më shumë. Thonë që deri në 6 vjeç truri i fëmijës është si një sfyngjer që kap dhe thith çdo informacion që ti t'i thuash. Për mënyrën se si do t'i komunikosh, ashtu dhe ai pastaj reflekton atë pas kësaj moshe. Për t'ja rikujtuar edhe një herë, keni numrin në ekran, sepse është hapësira e të gjithë shikuesve, nëse gjyshrit, prindrit që janë me fëmijët e tyre dhe kanë pikpyetje, mund t'i bëjnë ato tani drejt për së drejti. Kemi zotin Spiro që do t'ju japi përgjigje në këto 9 minutat e fundit që na kanë mbetur. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Po, zotri, ju dëgjojmë. Po, desha të komunikoj pak me këtë doktorin. Ka këtë numër kontakt, ja vërsh numër Po, jemi direkt në studio, mund t'a bëni pyetjen. Po, si mund flasë me dhe unë? Unë jam Niki, po flisi direkt me mua. Doktori po ju flet. Mirë është të përgjigjen ju. Në vani se komunikim distancë. Nuk ka problem, bëjnë një pyetjen tuaj, lutem. Ka një fëmijë të çunit, është mosha 4 vjeç. Edhe ka shumë vështirësi në të folur. Po. Është shumë inteligjent, është i zgjuar të kupton, reagon. Po, i mbahet pa goja? I mbahet pa goja dhe nuk i thot fjalë të plota, nuk... Po, i këto janë... Kupton, po reagon, po me folë për të komunikuar, jo. Ju kuptoj shumë mirë. Këto futen të çrregullimet e gjuhës. Pa në një problem, përderisa ai kupton dhe është inteligjent, ai do ta kapi gjuhën, vetëse duhet të takoni një logopedist ose një psikolog. Duhet të bëni një vlerësim. Që të mos ta ketë kaq pengesë, edhe mos t'i krijohet fobia që nuk po flas, nuk po bëj, shokët e kopshtit fillojnë më ndryshe. Pra, përderisa e mendoj që ka të bëj vetëm me gjuhën, nuk është problem autizmi. Pra, du t'i ndajmë disa herë. Po, patjetër, du të ndajmë problemet e gjuhës nga problemet e autizmit. Pra, nëse ne mund t'i tregojmë, le që do t'ja lëmë më mirë shikuesve. Po, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Po, zonjë, ju dëgjojmë, bëni pyetjen tuaj. Misioni Rezgjeli. Direkt bëni pyetjen ju lutem, sapo telefononi zëri juaj vjen në studio. Cila është pyetja juaj? Desha me pyet për vajzën, domethënë sepse kam shumë agresive. Sa vjeç është vajza? Është shumë agresive. Shumë depresion, 13 vjeç. Për këto probleme duhet të këshilloheni me një psikologe ose një pedopsikiatre. Është dhe mosha tani, është dhe mosha, 13 vjeç, është adoleshenca, duhet të këshilloheni patjetër me një psikologe. Me një psikologe patjetër në këtë periudhë. Për një problematik që mund ketë në shkollë, për një problematik që mund ketë në shkollë, në shtëpi, fillojnë tash një fëmijët e 13 vjeç duan të dalin më shumë, duan të kenë liri, është mosha. Qartë, e vërtet. Tjetër telefonat, e mirëpresim. Për të bërë atë dallimin e shenjave të autizmit edhe të mungesës ose paftësisë, pamundësisë për të folur, për të komunikuar. Kuptohet shumë shpejt. Ku dallohet? Kuptohet shumë shpejt, sepse një fëmijë që është autik, ai ka të prekur vështrim, vënie veshi. Pra edhe të kuptuar. Ka stereotipira të ndryshme dhe shumë problematika të tjera. Ndërsa një fëmijë që ka problematik gjuhësore, nuk i ka këto probleme. Po. Për problematikat gjuhësore, sërish do të lëm një tjetër, sepse ka fëmijë që janë, le themi, mund të dinë një gjuhë të huaj, po nuk dinë të flasin shqip nga ekranet dhe si t'ja u kthejmë gjuhën. Përshëndetje, mirë se erdhët, pyetja juaj. Ju lutem na dëgjoni nga telefoni për ta bërë më të lehtë komunikimin bashkë. Përshëndetje, pyetja juaj direkt. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kam nipin 14 muajsh. Po? Është shumë i zgjuar, i reflekton të gjitha veprime, domethënë kur e thëret edhe kështu kur i e plotrat, por nuk ka filluar të flasë akoma mamë, bab. Po jepi një kohë se do flasi patjetër. Po kupton do flasi. Mos u bëni merak se mund të shkaloj. Edhe 14 dhe 15 muaj mund të kaloj, edhe fëmia fillon edhe allomotit, pastaj thot fjalët e para. Po reagon, do me thënë kur shikon të jëmën, të japin, fillon edhe qesh. Kjo është e rëndësishme. Po?
Po, kjo është e shikimin e të rëndësishme kuptuarit. që vështron edhe kupton. Sepse jo të gjithë fëmijët. Luani sa më shumë me të. Po? Me fjalë dhe me pastirma e mimika. Dhe folini sa më shumë, sepse truri ushqehet me fjalë. Barku me buke me gjë. Vërtet. Me ushqime, me fruta. Me fruta. Se barku ymë pas pak nuk e di që na pret. Gjëra të mira, po shikoj në Nuk e di që tavolinë. na pret. Pe fokaqe, Gjëra sa të emri ka mira. dalë. Presim telefonatën e radhës. Alo? Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Ju dëgjojmë. Bëni pyetjen tuaj. Duhet të flas me doktorin, me ty për autizmin. Po. Bëni pyetjen tuaj, lutem, ju dëgjon doktori. Po, kam nipin 9 vjeç, 4 vjeç fliste. Tani nuk flet, që tani ka filluar që. Ka mundësi të qasim më mbrapa? Është ajo pyetje që unë a bëra pak Po, më herët. që Pra deri 4 vjeç thot fëmia ka folur, ka qenë në rregull. Pastaj kështu. Dhe tani Po nuk duhet flet. parë ndonjë traumë, duhet egzaminuar me kujdes historiku i të folurës së këtij fëmijë dhe historiku i jetës. E kemi qua në terapi, në Tiranë, Po? e tani ka filluar, po sikur flet mami, babi, flet një po, venim, e po kuptoj. prap këse zgjuarësia nuk kujtëseje kur i thërret. Nuk është si më parë. Nuk është si më parë. Duhet parë gjithë historia e jetës së tij e të folurës, sepse një fëmijë që e fiton të folurin ta ndërpresi, ka një shkak. Ka një shkak. Ka Pra një diçka shkak ka madhor. ndodhur, një Diçka ka traumë, ndodhur, diçka- një traumë, një diçka tek ai fëmijë. Ta kuptova. Telefonata ndoshta e fundit për minutazhin. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje, bëni pyetjen tuaj, kush është në linjë? Po, zonjë, ju dëgjojmë, Po, mirë ju se erdhët. dëgjojmë. Faleminderit që telefonat. Kam një nip. Po? Kam një nip. Po, 6 vjeç. po, Po është shumë kështu hiperaktiv. po. A mund të më ndihmoj doktori? Është 6 vjeç. Po shumë hiperaktiv, shumë i prap. Po për të folur flet mirë, Kërcen nga divanin dhe kupton, flet për mirë. këtë desha ta pyes doktorin. A mund të më ndihmoj me ndonjë këshill? Ka një pyetje, zoti Spiro, a flet mirë fëmia? Po. Flet mirë, edhe tani dëgjoni pak. Për këto raste duhet gjithmonë të drejtohemi një psikologe. Një psikologe për këto që ka një çik është i lëvizshëm. Për të vlerësuar ajo situatën në cilën dhe po foli fëmia sa më mirë të flasi, do të fillojë dhe t'i bjerë agresiviteti. Mos keni merak se disa fëmijë janë më çapkën, disa janë më të palëvizshëm, por e rëndësishme është që ata do të bëhen njësoj si gjithë të tjerë. Po. Falenderoj shumë, zoti Spiro, për Edhe unë ju falenderoj këshillat. shumë. Edhe gjatë gjithë ditës të qëndrojmë këtu në Do studio, ketë- do ketë të edhe nga interesuar gjyshri. shqetësime dhe Gjyshrit janë shumë, gjyshrit e vutre, gjyshrit janë shumë, që gjyshrit sepse janë ata më prindrit tepër- punojnë. Janë në punë prindrit, kështu që gjyshrit janë ata që marrin dhe edukojnë dhe rrisin fëmijët e tyre. Falenderoj edhe një herë. Edhe unë ju falenderoj Gjithë të shumë, mira. ndihem shumë mirë tu tek ju. Kënaqësi. Do të zhvendosemi për pak ne të dy tek tryeza, sepse është bërë gati nga Albana Jon, dhe focaccia, shife pak se çfarë për këtë të thash. Pak më shumë. herët, një focaccia kaq e shijshme me këtë pamje të mrekullueshme. Për recetën do ta ndiqni si gjithmonë në kanalin tonë në YouTube, po ashtu edhe recetat e tjera që kemi gati në tryezë. Edhe një herë së bashku për t'i testuar dhe pas pak ju pres sërish në studio pas publicitetit. Në jetë ka dashuri që lindin në kohë të qeta dhe rjedhin ashtu mes ditëve, por ka edhe dashuri që lindin mes stuhive, të forta, të pathyeshme, sfiduese dhe të mbushura me shumë sakrifica. Kohë Kurorash është pikërisht një rrëfim i tillë, një roman i bazuar në histori të vërteta dashurie në kohë shumë të vështira, por që i ka mbajtur brenda dashuria, shpresa, dëshira për të vazhduar më tutje. Është një histori për ata që e gjetën forcën për të dashuruar dhe për ta kthyer dashurinë në burim shprese dhe vazhdimi të jetës.
Kemi kënaqësinë që në këtë studio të kemi autoret që kanë shkruar, 3 prej autoreve që kanë shkruar një libër të tillë, Kohë kurorash. Do t'ju prezantoj me njëherë me Shqiponja Vokshin. Mirë se erdhët, Shqiponja, kënaqësi, vjen nga Kosova, të 3 zonjat tona. Lona Kadriu, mirë se erdhët, dhe gjithashtu Mirlinda Ahmeti, mirë se erdhët. Mirë si u gjetëm. Kënaqësi që jeni këtu. Të 3 gratë që kam në studio dhe që janë autore të këtij libri, Kohë kurora, shumë e veçantë, me histori të vërteta dashurie dhe sfidash, gratë të cilat kanë ndërtuar karriera të suksesshme në fushën e ekonomisë, apo jo, por që dhe ky pasion i ka bërë bashk, është emëruesi i përbashkët i të trejave, për të na sjellë histori të bukura që ja vlen për të lexuar. Do doja të dija fillimisht si u bët bashk, edhe si lindi ideja për të shkruar një libër të tillë. Kush të dojë ta marr fjalën? Kush është iniciatorja e parë? Po, unë bashkë me ju është dhe zonja Shukrie Morina, apo jo, që s'mundëm ta kishim sot në studio. Po, nuk pat mundësi do të jetë sot prezente. Faleminderit fillimisht për ftesën. Jemi shumë, me thonë, të lumtura sot që jemi bashkë këtu dhe që jemi bashkë në Tiranë. Me qenë se do të avareni më vonë që njëna prej neshve që ka pas përvoj me Tiranë në atë kohën e gjatë luftës. Pra, ideja lindi asysoj që kemi vërej që në Kosovë pra është zhvillu lufta, ka pas shumë shkrime rreth luftës që kanë qenë shumë të mirëseardhuna, me qenë se edhe gjeneratat e reja është dashur mu njoftu për ato ngjarje, po nëpërmes këtij libri dhe nëpërmes kësaj ideje kemi pas dëshirë që praktikisht ta prezantojmë një situatë ku edhe përmes, si që përmendet edhe ju, edhe përmes sfidave që mund t'i hasësh gjatë jetës, gjatë luftës që shokon rasti jonë, me së ato kemi arritur që të triumfojmë edhe t'jemi të suksesshme sot. Na nështë jemi veç një numër i vogël i shumë grave gjeneratës tonë, ose vajzave në atë kohë, cilat praktikisht kanë kalu në për të njëjtat sfida që kemi kalu ne, po cilat nuk janë pjesë të këtij libri, por që mendojmë që i përfaqësojmë në një farë forme, me qenë se kemi edhe shoqe edhe krejt, kështu që... Dhe për këdo cilën do grua që është shtylla e familjes dhe shoqërisë, pra një burim frymëzimi i tillë shumë interesant. Na fillimisht rreth këtij libri kemi qenë patëm planifikuar që të jemi 9, mirë po gjatë udhëtimit ton disa prej tyre u tërhoqën, kështu që mbetëm ne të katërtat. Arsyeja e disa sfida të vogla. Po, pak obligimet familjare. Mendova se kishte të bënte në lidhje me rrëfimet. Jo, nuk ka qenë ajo arsyeja realisht, po nëse mund më shpreh ashtu, do çaq janë të avancume në një farë forme, sa që e kam pas pak edhe vështirë me gjetë kohë për me prezentu historinë e tyne ashtu qysh do të kishin dëshirë. Se nuk ka qenë edhe as lehtë. Normalisht kjo ka qenë historie personale jona jetës. Nëse mund të dajmë diçka prej historive tuaja personale, ato çka ju keni dashur të rrëfeni përmes këtyre reshtave në lidhje me mënyrën se si zhvilloheshe lindte një dashuri në kohë lufte. Në rregull, po filloj unë me këtë pjesë, dashuria veç pa të fillu, do të thotë pak më herët, mirë po një pjesë e vazhdimësisë ka qenë, do të thotë gjatë luftës, edhe që ajo pjesa shtjellohet ma shumë, do të thotë sfidat si me u taku, qysh me vazhdu tutje, asnjë nuk e kishëm të njoftun, do të thotë sa kohëgjatjen e këtij luftës në Kosovë, do të thotë gjitha ato peripetit që i kena kalu në atë kohë, janë shfaq këto edhe ndjenjat për jetimet, që atër ndoshta i kena mendu krejt ndryshe, mu këthy mas 26 vjetëve me shkrujt për atë kohë, ka qenë definitivisht një përjetim shumë iron, me thonë, për shkak që e shet tash prej një kondi tjetër. Tash e shet vetën, dhe thot ma shumë në atë kohë si kur anës prindit, edhe me ndonë qysh shumë pas na sakrifiku për një dashuri, të i lëndu në anën tjetër në shta prind. Dhe thot krejt është një përshqyllim i emocioneve, përjetimeve, edhe që përmendi Linda nuk ka qenë bash e letë me u këthy mas edhe mi përjetu edhe njëherë krejt që ato që ka kena kalu. Po thëmë, fokusin atë ko ka qenë të dashuria, tash e qëtë vetën në këpucat e se cilit antartë familjes, edhe e mendon krejt një situatë tjetër, do thot e kom përjetu vetë që gjatë shkrimit ka pas momente që më shkoj shiljat,
nuk është që di që këto emocione në shfaqen sa herë të krijohet një situatë nështë pak ma alarmante edhe në për vendet e tjera të botës, kur ndëgjojmë që është njëjta situatë dhe po, ka ndodhur diçka, e kthehen që ato emocionet që shpesh nuk kanë qenë as fokus dhe të trajtimi i popullatës e sidomos moshave të reja për traumën e luftës që e kena të i kalu. Nëse mund të flisni shumë pak më konkretisht për shembull në raportin tuaj, në njohjen me bashkëshortin tuaj, si e njohët atë dhe pastaj gjithë këto peripecit që ndoshta lexuesit do të gjejnë më së miri të përshkruar në libër, por nëse mund të cekim diçka prej tyre. Patjetër, atëherë unë përfilloj me ata që motivi i ardhjes sot në Tiranë, domosdoshmërisht më kthen në nostalgjinë e ardhjes në atë kohë, meqense për një vit kam jetuar në Tiranë. Në vitin 98, në kohë as pak të lehtë për kosovarët, më kthej nostalgji që në hyrjen e Tiranës më kthen kohë, në vitet 98-a, që në atë kohë detyrimisht për shkak të situatës asaj kohe, meqense bashorti im i dashuri në atë kohë, i fejuri realisht, fejesën e realizuam shpejt për shkak të rrethonave, u detyruam të ikim në Tiranë. Pak para se të fillonte lufta. Dhe në atë kohë, ku gjithandej shenin refugjatët, dhe sot të vish në një vend metropol është një ndjenjë, një emocion i veçantë. Njoja në atë kohë ka qenë në rrethona pak ma ndryshe, meqense dashuria lind si në rrethona lufte, domethënë emocioni është... Dashuria është dashuri, emocioni është emocion. E vërtet. Pa çka të renit pastaj që është vështirë. Ka qenë një takim spontan, një bised e vogël, por që prej aty realisht jeta em ka marrë një kaje tjetër. Jemi njohur për 6 muaj me radhë në rrethona të vështira të asaj kohe. Ku mundeshit me u taku? Vetëm aty këtu, domethënë shkurt, në momentet shkurta, por që lidhja filloi në mënyrë pak më tradicionale në atë kohë, meqense nuk kishte kohë që me reflektuar dashuri, me marrë hovin e vet, dhe kemi fillu në mënyrë në atë kohë me mësitni. Ka ardhur, ka kërku dorën të familja dhe prej aty ka fillu domethënë lidhja jonë mu zyrtarizu. Edhe pse 6 muaj jemi njoft ma herët, po në atë moment është zyrtarizu familjarisht edhe ajo si rjedhoj e saj, shumë shpejt kemi planifiku për fejesën, për shkak të rrethonave, me të vetmi qëllim që mu largu prej Kosovës. Largimi jo në detyroj me shku në Malzi për një kohë të shkurt, për shkak për ndjekjes bashortit në atë kohë, nga regjimi atëhershëm në Kosovë, dhe më pastaj detyruam të vinë në Tiranë, ku mikpritja ishte e jashtëzakonshme, meqense burri punonte në organizata jo qeveritare, në bashkëpunim me shqiptarët e Tiranës, domethënë i ka ndihmu shumë dhe ka përjetu për safërmi ndjenjen e refugjatëve, ku ka pas sakrificën e shqiptarëve që kanë bënë atë kohë për kosovarët, gjë që jo one në momentimin e familjes, besoj gjithë kosovarëve jemi mirënjohës për solidaritetin që kanë ofruar në atë kohë. Kështu që në ardhja ime në Tiranë ka një ndjenjë të dyfisht, ka një ndjenjë të posaçme, më kujton kohën në rrugt, të cilin cep në hyrje Tiranës, të diskutua dhe me bashkëautorët, në ami rëfyt disa pjesë. Ku ndjeshit më të lirë, kur vinit dhe e jetonit dashurin në tokat të tjera, apo që në tokën tuaj gjithsesi. Në një detaj që mund të na e rrëfesh nga njohja, sakrificat, takimet, po, njohja ka qenë shumë e këndshme realisht. Frika juaj. Po, njohja shumë e këndshme, pa të fillu në Malzi edhe, pse të dytë kemi qenë Prishtinës, po u pam në Malzi respektivisht në Ulqin. Ulqini u koni farë lloj, si me thonë, qerdhe e dashnisë, takimeve të kosovarëve me në përgjithësi me ta. Edhe aty diçka kish pak një shkëndi, kish lind Arjanitit për mu, se më ka pa me bicikl pak e nxime, ashtu adin, edhe mirë, por shumë tri, pa studime, pa fakultet, edhe mu nuk ma merë kemenja me fillu lidhje, pa e përfundu fakultetin. Do me thonë gjithsesi studime me përfundu, e tu e shty që shtu një 3 vjetë, anin akne, na mirë, edhe u lidhëm, por qysh me thonë ashtu pa prit, pa kujtu, veç fillun shenjat e parat luftës që diçka veç filloj më zhvillu.
edhe natën e bombardimeve që nënkupton me 24 mars, me bashkëshortin, Arianitin, veç tha, Linë tha, është mirë me artë e une, edhe tha po filloj me jetu bashk, banesta, dhe i sot bojmë diçka zgjidhje, ma afat gjate asi, edhe nuk këkon që i ke pas mundësi me bo shumë zgjedhje, se jenë konë dy qështje, ose me shku me jetu bashk, mu lidhë, që shdo në si forme, ose me pranu kushtet që të ofronte... Ose për me afru kushtet që të ofronte lufta që ishë mund shumë edhe mundohë, nështë edhe kur mos me konë bashk në rrethona tjera, me qenë se ka pas raste edhe tila që qiftet praktikisht kanë mujtë edhe me shku dikush një vend, se mandena pa të ndalë prej Kosovës, prej Prishtinës, një herë kemi përjetu kufinin me Macedonin, Blacën ku kemi qëndru rreth një avë aty, në pritje mos po muj me dalë Macedoni, se kushtet për mu mbrojt, mu vetë mbrojt, nuk kanë qenë të favorshme, sidomos mund të them për kryeqytetin Prishtinën, ka pas do me thonë largime prej shtëpive, dëbime prej policëve, prej forcave, ato veç fillun gjitha lagjet e Prishtinës, qëndruam në Blace 7 ditë, praktikisht na kthym prapë në Prishtinë, edhe dikun pas 3 javësh kemi udhëtu përmes malit Zi, kemi shku në Ulqin, kemi pas përjetime në anën e familjes bashkëshortit, do me thonë 7 vrasje pa të ndodhën pej, në katon 3, kemi qenë shumë 3, po pa të më organizu edhe të pame, që kemi edhe tradite zakon, mande erdhën të gjana tjera një që realisht komendu që kur s'ka me mujtë me realizu. Po që ka qënë ndjenja fortë e dashurisë që ka mundur edhe luftën, edhe flakët. Edhe ambicjes kisha thonë, dashuria dhe ambicja për me mri edhe personalisht njetë, me qenë se me të ndiqë shumë provimet fakultetit pa i përfundu. Po qaj synimi që gjithqysh edhe ajo më përfundu edhe ajo, do me thonë, arritë me kriju edhe familjet, shëndosh, të mirë, që muj me thonë është edhe qëllimi pak edhe i librit, me të regu që nuk ka penges njetë që mundet më të ndalë, nëse donë me mri diqka për mes dashurisë dhe vullnetit. E vërtet. Shqiponja? Detaj më i rëndësishëm që ti se ke lënë pa përmëndur, në lidhjen tënde, vështirësia që ke hasur më të shumë të, ose nëse kujton dhe një takim që pasat i takimi ka ndodhur diçka, ose ju ka friksuar, që ofte dhe familja juaj sa ka qenë dakord për të vazhduar lidhjet në këtë kohë të vështirë që përjetuat. Po, filloj me familjen, fillimisht do të thotë edhe unë natë ku isha studente e fakultetit mjekësisë, edhe normal që nuk ishe letë për prind, sa fillova fakultetin me marrë vesh që jam me një lidhje, edhe ishëm Turqi me prind, në pushim, me motrën pithom prindve që duna me u këthy pa tjetër, se kam provimet. Në regull, normal që ata ishin do të thotë një gjendje, kur ish puna provimeve, gjithë shka me të leru, tha, po, shkoni, pra, erdhe me motrën Kosovë, qëndru me gjyshën, edhe unë veç isha në lidhje, do të thotë në shta 2-3 javë për para kisha fillu lidhjen para se me shku në pushim, edhe vazhdova lidhjen, do të thotë, prinsë ishin aty, një farë komoditeti, edhe me dalë pak ma shtire, edhe pse në banesat, do të thotë, i kishim shumë afer me Fatosin, mas 3 jave kër u këthyn prind prej pushimit, lajmi e kish marrë dhejën, ishin informu për gjitha detajet. Po, gjitha detajet, normal, që ata këshit e thonë që nuk kishin ljonë pa vrejt krejt që ka ka ndodhë, kanë informu prind edhe mami po vjen, tha, duna me foldi që ka me ty. Thash, në regull, mami, që ka është në pytje, tha, krejt i di. Tha veç, do shme më kalëzu drejt, thash, po nëse pidishe krejt, thash që apë duhet prej me kalëzu jo, thash, po... Të konfirmonte ndoshta sigurin që ti kishe edhe... Problemi ishtë që fakulteti, ako me vazhdu, dhe thët fakultetin, aj ishtë një moment, dhe thët për mu, edhe aty e kom stopu, muhabetin, thash, mam, thash, po njëna shumë siklet, thash, veç qysh mi tregu ma sa një babit, tha dhe babi e ka marrë vesh krejt, tha veç ta dina kush është, qëfar familje, edhe normal ja kanë fillu ma sa një disa investigime prej anës të dhe me këqyrë kush Si qdo familje shqiptare. Po, si qdo familje. Kështu që aj ka qenë një moment i vështirë dhe një herë kër e kom taku babin në rrugë, po do të thotë aj ka këthy kryt, kishim, është bashkë si s'pam shë, edhe na veç e kena pas për dorë kemë qenë, e kena largu dorën, une babi, po aj ka këthy kryt,
u bo këshe nuk më shet, dhe thot, kanë qenë që të momentet Përballë luftës dhe vështirësive, këto ishin detaje që ndoshta nuk i prishni shumë punë përballë asaj të madhe fare, pastaj që mundësia për të mos u takuar në disa stacione të pasigurta që ju keni përmendur këtu. E mbi të gjitha është për tu admiruar forca dhe këmbgulja juaj që përveç se të vazhdonit lidhjen tuaj të dashurisë, po të vazhdonit dhe arsimimin, shkollën që kishit nisur dhe kishin vendosur objektiv vetes. Besoj bashkëshortët tuaj janë shumë krenar për ju, për këtë libër, apo jo? Kur kanë lexuar, ata kanë qenë të parët që e kanë lexuar këtë libër, apo jo? Po, e vërtet është. Ju këto biseda i keni bërë dhe në kafene në takimet tuaja dhe ndoshta lindi kjo ide që pse mos bëjmë një libër ne kur rrofejmë gjithçka që kemi përjetuar dhe që ka triumfuar kaq bukur. Unë e bashkësha dashme përmend se fillimisht takimin e parë që e kum pas prej, me thonë, shoqeve, ka qenë me Shukriën. Ajo filloi me tregu historinë e vet, e cila është shumë interesante, se qysh njeri ka hup lidhjet me të dashurin, mentorin, pastaj shumë rastësisht janë taku në një vend krejt tjetër, ku ajo e ka gjetë mentorin me babën e vet. Përderisa ka pas vështirësi me bind babën që e kam këtë lidhje. Ajo konë, do me thonë, një takim i jashtëzakonshëm. Për t'ja urrëfyer edhe brezave, fëmijëve, edhe për të treguar që shife se çfarë sakrifice është bërë në emër të dashurisë. Ky libër është i disponueshëm edhe në Tiranë, kudo? Tash për tash është në librarinë Dugagjini në Prishtinë. Edhe do kemi me fillu tash pak më intensivisht praktikisht me shpërndarje në për territoret e tjera ku flitet shqip. Në plan e kemi, po mendojmë edhe që kemi realizu se çka të bojmë plan na realizojmë. E keni planin në grup? E kemi planin ndoshta me bo fillimisht përkthimin në gjuhën angleze, ndoshta edhe në gjuhën serbe, pastaj me bo një film dokumentar, edhe kështu me radhë, krejt çka shkon. E-booking edhe këto krejt do t'i realizojmë, po shpresoj. Mos u ndalni. Po, faleminderit shumë. Ju uroj shumë suksese. Faleminderit që erdhët në datë në Rezedilli. Historinë tuaj të bukur, kohë kurorash. Ne do të shkëputemi tani, do t'ju falenderojmë që na keni ndjekur për gjatë ditës së sotme dhe ju uroj një ditë të bukur. Mirupafshim.